Gjatë negociatave të së dielës për një marrëveshje të mundshme paqe Ukraine-Rusie, presidenti Volodymyr Zelensky ofroi të hiqte dorë nga aspirata e Ukrainës për anëtarësimin në NATO, duke propozuar një vend në garanci sigurie nga Shtetet e Bashkuara, Europa dhe partnerët e tjerë. Kjo lëvizje u duk si një kompromis i drejtuar drejt lehtësimit të tensioneve dhe përpjekjes për të nxitur progres në bisedime, megjithëse ekspertët e sigurisë shprehen skeptik për ndikimin real. Justin Logan, drejtori i studimeve të mbrojtjes dhe politikës së jashtme në institucionin Cato, vuri në dukje se kjo nuk lëviz gjilpërën në peshore, duke konsideruar ofertën si një përpjekje për të dukur të arsyeshëm dhe se anëtarësimi në NATO për Ukrainën nuk ka qenë realist për një kohë të gjatë. Sipas tij, ka mënyra të tjera për të garantuar sigurinë e vendit pa një anëtarësim formal në aleancë. Nga ana tjetër, Brett Bruen, ish këshilltar i politikës së jashtme në administratën Obama, e cilësoi lëshimin e Ukrainës si të rëndësishme dhe thelbësore. Ai theksoi se kjo mund të ndihmojë Zelenskin të balancojë kundërshtimin e brendshëm ndaj lëshimeve të tjera të rëndësishme për paqen, duke marrë në këmbim premtimet të sigurisë nga SBA-ja si mbrojtja e hapësirës ajrore apo shtimi i furnizimeve ushtarake në rast të një ofensive të re nga Rusia. Analistët theksojnë se sfida kryesore për Ukrainën mbetet jo vetëm fjalët, por veprimet konkrete që mund të sigurojnë mbrojtjen e vendit. Garancitë e SBA-s dhe aleatëve europian mund të jenë të dobishme, por për të shmangur rreziqet, Zelensky dhe ekipi i tij duhet të kërkojnë instrumente dhe marrëveshje që nuk mund të anashkalohen lehtësisht, duke përfshirë mbështetjen ushtarake të vazhdueshme dhe mekanizma garantues për sigurinë.